me sa studiova unë për Bishën, pra për 47, po do doja kalorim pak edhe për konfliktin midis Trumpit dhe Muskut. Një aeroplan i tillë, do më thënë, mund të nxjerrë jashtë luftimi një numër të pakufizuar avionësh, gjuajtës apo bombardues. Pa do më thënë, sepse ai është dronët me të cilët ai ka në bark dhe që e shoqërojnë, që mund të edhe të emetoj dron, janë shënjestrus për atë, do më janë si mini radar, janë vetvrasës, pra do më thënë kamikaz, janë dhe goditës. Pra do më thënë, ai nuk është vetëm ai është vetëm është kreu një flotit këje, një flote dronës polifunksionale. Flot brenda flote. është një aeroplan flot. Pra do më thënë, ai nuk e di se kush mund të dalë përballë. Kjo i përket vetëm imagjinatës, deta shit paktën është plus asaj gjej përveç anës së dronëve. Është përdorur në Ukrainë si që ka përdorur. Po është përdorur me Su-57, ka përdorur me dron. Su-57 fluturon me 3 dron. Mirë. Droni është u po them bas Su-57 është imagjinat, është reale. Pra, është imagjinat reale. Dakor. Gjithashtu, përveç kësaj, ai ka në të është inkorporuar edhe një teknologji e fundit që është goditja nëpërmjet lazerëve. Edhe kjo është një diçka shumë specifike, deri tash të paktën nuk ka nga këto avion që godasin me lazer në të cilën t'jenë të inkorporuar ky lloj armatimi. Pra, përveç dronëve, që thotë tani që mund të jetë e vërtetë, unë nuk kam informacion për këtë, që ruset e pas kanë përdorur këtë në Ukrainë, ky ka edhe këtë teknologji tjetër. Dhe kjo i jep një supremaci, domethënë ky bëhet mbreti i ajrit në një farë mënyre. Bëhet mbreti i ajrit. Pastaj kur të provohet nëpër betejë do duket se sa rezultativ do të jetë.